Kjo studio ime modeste sot ka marrë një energji shumë të mirë. Unë jam me fat që të ftuarën e radhës kam një personazh e cila është nga ata njerëz që jep receta për mendjen dhe për shpirtin. Jam e bindur që kur ju e shihni në televizor, që ajo jep këshillat e saj të panumërta, jeni të gjithë sy e vesh për të dëgjuar se çfarë gjërash do thot e nderuara Fleura Shkëmbi. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Jam shumë e lumtur që je në puntatën e radhës të Bajiti Podcast dhe duke menduar në mendjen time ato personazhe të cilat unë dua të ftoj, thash, okay, një personazh që unë dua të ftoj dhe e ndjeja që nuk do refuzonte, do ishte Fleura. Fleura, mirë se erdhe. Kënaqësi shumë e madhe, Anis, edhe përgëzime për Bahitis, më pëlqeu shumë si më i shumë intriguese, pavarësisht se është e lidhur me ty, me mbiemrin, me gjithë gjeneratat e tua, po ka një timbër shumë të bukur edhe kur e dëgjon. Faleminderit. Fakt është hera parë dhe i ftuar i parë që ma thot këtë gjë. Se zakonisht nuk është se po mendoj që njerëzit detajiste bëjnë këtë gjë kështu. Jam detajiste tek gota, mendo tani se si do jemi ty. Po pra. Fleura, ti ke shumë tituj dhe unë nuk di se si të prezantoj, në sensin që të them life coach, të them njëri që merreshin me hipnozën, por di të them që ti je një nga ata njerëz që ke studiuar në universitetet më të mira të Londrës, nëse nuk jam gabim me informacionin, dhe ke dashur gjithmonë që ti jesh afër mendjes dhe shpirtit të njerëzve, dhe këtë e ke reflektuar dhe me pjesën e investimit që ti ke bërë qoftë në studimet e tua dhe qoftë në kontributin që ke dhënë në shoqëri dhe vazhdon edhe jep çdo ditë. Ke pacient pa fund, ke njerëz pa fund që vinë tek ti. Dua të më thuash, cilat janë frikrat më të mëdha që kanë shqiptarët, nuk dua të them njerëzit. Unë dua realisht të di nga të gjithë eksperiencat e tua që ti ke të pafundme, cilat janë frikrat më të mëdha që kanë shqiptarët. Është shumë e bukur sepse vetëm ditët e fundit unë po mendoja dhe po flas për shumicën e njerëzve që vinë dhe shikoj që vetëvlerësimi i ulët është pika kryesore. Pra ti ndarem që unë nuk punoj me pacientët të cilët janë diagnostikuar nga psikiatri edhe shkojnë në psikiatri, unë punoj si psikologe, si terapiste, me njerëz siç jemi ne të gjithë. Dhe në thelb është ankthi, është vetëvlerësimi i ulët, por thellë në ato rrënjë të qenies njerëzore është frika nga vetmia. Frika se do ngelen vetëm. Edhe kur refuzohen nga njerëzit e tjerë dhe më zitesh shumë ose kur i ikën dikush, nuk shqetësohesh më shumë se pse iku ai individi. Po shqetësohesh se iku dhe unë u refuzova dhe unë do ngelen vetëm. Dhe kjo është ajo pjesë që ne të gjithë duhet ta punojmë, se nuk ka kuptim të jetojmë me këtë lloj frike. Dhe kjo duket si një frikë shumë e vogël, se njerëzit presin të themi frika nga vdekja. Po ajo është një frikë që qenia njerëzore lind me të, se është vetmja gjë e sigurt në këtë jetë, pra që erdhëm edhe do ikim. Ndërkohë, në jetesën e përditshme, frika se unë do ngelen vetëm. Është si ta them, është si një shilim ose s'do thosha si një fushë me bar që është shtruar aty dhe ti pastaj shkon bledh ato lule të bukura, bën kurora, po prap ti ngelesh me atë frikën. Dhe ti si janë shprehjet më të bukura të pacientëve apo të klientëve si të doni që t'i quajmë, dua ta fshi këtë frikë. Pra ta fshi, të pastroj, dhe kjo do të më japi mua një forcë akoma më të madhe. Pra këto janë fjalët e njerëzve. Domethënë në tërësi po më thua që shqiptarët kanë frikë nga vetmia. Kanë frikë të qenurit vetëm. Edhe kjo e di çfarë po mendoj tani? Zakonisht ndodh edhe dua të ma shpjegosh pse ndodh që njerëzit kur mbushin një moshë të caktuar, po them tani me që gjërat kanë avancuar më shumë, se më përpara me sa dim vajzat dhe djemt martoheshin shumë më herët.
krijonin familje shumë herët, ka qenë ciklet të jetës. Ndërsa tani prioritetet kanë ndryshuar, gjërat kanë ardhur duke u modernizuar. Vajzat zgjedhin karrierën edhe të martohen edhe më shumë vonë, po edhe djemt në të njëjtën kohë. Kam parë studime këto vitet e fundit, sidomos këto kohët e fundit, që është rritur shumë numri i vajzave dhe djemve beqar që nuk gjejnë dot partner, nuk gjejnë dot bashkëshorte. Dhe kanë tendencën tani të shkojnë që ta gjejnë një person që mos mbeten vetëm. Domethënë, unë dua të thuash, është më mirë që njeriu të vetë pranohet edhe të vazhdoj jetën dhe rrugtimin e tij me prioritetet që ai ka zgjedhur, apo duhet ti nënshtrohet të rregullave të shoqërisë që shiko ti patjetër po shkove 30 vjeç ose po kalove 30-a duhet martohesh, duhet gjesh një partner, duhet bësh një fëmijë patjetër. Domethënë pse ekziston kjo lloj mendësie? Se është, nëse nuk jam gabim. Unë këtë mendësi e kam thyer komplet. Po pse mendojnë njerëzit? Këtu duhet, pse mendojnë? Pak më përpara më the që do të thënë kanë frikë, shqiptarët kanë frikë nga vetmia dhe nuk gjejnë dot partner. Po. Njerëzit jo se nuk gjejnë dot partner, por në ditët e sotme kanë kuptuar, ky është këndvështrimi im, që kanë kuptuar vlerën e vetes dhe kanë filluar që të ndërgjegjësohen me veten e tyre. Dhe unë do respektoja një individ i cili po punon me veten dhe kur e di që ka dhe disa gjëra të tjera për të punuar në mënyrë që të mos ngelet, të lidhet, të martohet dhe të bëjë një fëmijë dhe pastaj gjithë ato bagazhet ose çantat që ka marrë nga e shkuara vet ai apo partnerja e tij dhe pastaj ti transmetohen tek fëmijët, sesa një person i cili nga frika e vetmisë do martohej dhe pastaj nuk do dinte më si do sillej dhe pastaj gjithë ato traumat do t'i implementonte te familja e re. Ndërkohë që bota ka ndryshuar, njeriu në thelb është ai që ka qenë me të njëjtat vlera, me të njëjtat emocione, me të njëjtat dëshira, ka ndryshuar vetëm pjesa jashtë. Prandaj edhe ky presion që ti duhet bësh karrierë se pastaj ti nuk mundesh të rrisësh fëmijë të mirë, ndërkohë që shumë vite më përpara kishte çështje të tjera që mund të ishte mbijetesa për njerëzit. Dhe këto janë përplasjet e shumta që po ndodhin ditët e sotme. A është e frustruar shoqëria shqiptare në tërësi? Ne të gjithë, duke përfshirë dhe mua, ne të gjithë jemi të frustruar. Në ç'ka këndvështrim, në ç'aspekt? Në këndvështrimin që e kemi të vështirë të prenojmë veten, sepse nëse unë do prenoj veten ashtu siç jam, duhet të dalë të përballem me Anisën apo me dikë tjetër dhe që të thoj, okay, në rregull, po ndonjë gjë të re kemi? Dhe kjo është ajo gjëja që ti thua, po sapo mora një titull për shkak, e kuptoj. Jo, ndonjë gjë tjetër kemi. Ndërkohë që ti mund të kesh arritur shumë gjëra. Dhe askush tjetër nuk pyet që, po çfarë ka për te ta mendoj një herë se çfarë ka për te kësaj gjës, që gjë së re që nuk po vjen. Dhe ky është ai frustrimi që ne kemi dhe përpiqemi t'i kapim njerëzit edhe tek gjëja që po meshkujt shqiptar janë të frustruar? E di pse e bëj këtë, e di pse e bëj këtë pyetje? Kur them frustrim, nisem nga të gjitha gjërat që kanë ndodhur dhe ndodhen në shoqërinë shqiptare. Që do të thotë, ti e atakuar gjithkohon si femër. Del një personazh publik, po marrim një shembull më bazik. Del një personazh publik, jep një intervistë, edhe ajo vajza që del mund të thotë edhe gjëra jo të mira, ose mund edhe mos flasi mirë, domethënë, ose edhe mund të ketë folur shkëlqyer, dhe po ti vesh re komentet që bëjnë meshkujt kryesisht, por nisem nga ky aspekt. Nuk dëgjojmë fare se çfarë ajo vajza mund të ketë thënë dy fjalë të mençura, po shohin a i ka dalë pak pjesa e dekoltes, a duket mirë me atë veshën që ka bërë, ose etiketojnë foli kjo
filanka, domethënë, a nuk të duket që ka pak si shumë frustrim në komentet kryesisht të meshkuj, edhe femra, nuk e diskutoj. Por që flas në këtë aspekt, me këtë aspekt që kapet Janis, unë po kuptoj se sa me fat jam unë në punën time. Unë e them në përgjithësi që jam me fat sepse tek mua vijnë njerëzit të cilët kanë emocion dhe edhe e vuajnë atë emocion, prandaj janë aty, kurse tani po kuptoj se sa me fat jam që meshkujt që vinë në zyrën time janë ata të cilët nuk kanë prioritet këtë pjesë, po kanë prioritet emocionin, që po kanë prioritet dashurinë. Po, dhe kjo është shumë gjë e bukur, por ne po flasim për shumicën, se këto që ti po më thua përbëjmë pakicën, besoj. Po, jo. Nuk përbëjmë pakicën? Jo, nuk do e thosha. Realisht nuk do e thosha, sepse ne shikojmë vetëm atë pjesën që ata që komentojnë. Dhe nuk e dim se këta njerëzit që komentojnë. Jo vetëm atë, Flora, dëgjoni nisëm, jo vetëm ata që komentojnë, por ne i ndeshëm edhe në takime, në punë, në kafe, domethënë ki parasysh janë tipologji të meshkujve që ne i gjem kudo, nuk është se ti i gjem vetëm nuk është se i gjem vetëm në rrjetet sociale. Kjo tipologji meshkujsh ndodhet në gjithë botën. Dhe nuk është dhe si kjo tipologji, nëse do themi për meshkujt, do themi dhe për femrat. Po pra, unë e mora në aspektin për t'i dhënë sens pyetjes time që a janë të frustruar meshkujt shqiptar. Unë do thosha, si qenie njerëzore nuk e kemi çluar akoma potencialin tonë. Kështu që i bie që jemi të gjithë, edhe sigurisht edhe femrat. Mendoj që këtë pyetje që do të bëj tani janë kurioz të gjithë ta dëgjojnë. Tani falë Zotit ka ndryshuar perceptimi dhe mendësia dhe shqiptarët shkojnë më tepër te psikologu, nëse s'jam gabim. Janë drejtuar më shumë kurimit të qendrit afër psikologut se sa të marrjes medikamenteve të cilat nuk i bëjnë punë. Shumica atyre stepen, për arsyet e tyre po edhe për pjesën konfidenciale, që do të thotë nuk janë akoma të bindur dhe të sigurt që nëse shkojnë te një psikolog apo te një psikiatër, ato do ruajnë sekretin e tyre, do ruajnë konfidencialitetin, privatësinë e tyre. Po pyetja ime është, a e ruajnë psikologët dhe psikiatrit pjesën e privatësisë me klientin e tyre? Absolutisht po. Po edhe nëse do t'i shkonte në ndërmend dikuj që ta thynte këtë konfidencialitet, do përballej me etikën profesionale. Çfarë ndodh nëse? Po, ti nëse dikush të thyen atë konfidencialitetin, ti si individ ke thyer etikën profesionale dhe pastaj ke të drejtë të shkosh deri në gjykatë. Sepse është totalisht e rregulluar, është profesion i rregulluar me ligj. Pra ka një urdhër psikologu ku ti mund të shkosh dhe të ankohesh për këto. Dhe të thuash të gjitha vërejtjet të bazuara, se mund kemi dhe histori të tjera pastaj që mund do krijoj edhe do shpik, por ato për të cilat ti je i bazuar dhe je i bindur, atëherë shkon tek Këshilli i Etikës ku denoncon personin i cili të ka thyer konfidencialitet. Do me thënë, njerëzit duhet jenë të sigurt kur shkojnë tek për të referuar te një psikolog ose për të marrë një ndihmë te psikiatri. Duhet të ndjenë të sigurt. Duhet të ndjenë shumë të sigurt. Është çështje jo vetëm morale, po edhe ligjore. Nuk po flasim pra atë po thë Flora. Nuk mundemi ta lëmë vetëm në pjesën e moralit, edhe të vlerave të një individi. Këtu kemi të bëjmë me mënyrë ligjore edhe një mbrojtje totale të pacientit apo të klientit, se si do. Unë e di që tek Flora nuk ka ndodhur, por di raste që realisht mund të kenë ndodhur që një pacient i është cënuar privatësia kur ka shkuar të marri atë mjekimin e duhur mendor që i duhet te psikologu, ka ndodhur? Atëherë. Sa dhe mund të kenë ndodhur tash. Atëherë po flasim anis që ta ndajmë këtë pjesën te psikologu, dhe unë këtu do thosha të gjithëve. Psikologu nuk ka të drejtë në protokollin e vet as të japi dhe as të heqi ilaçe, pra të japi medikamente. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me pjesën pastaj që mund të tregoj të familjarëve që ti nuk e marr kur medikamente. Kur shkon te psikologu, ti flet, ti komunikon në terapi, mënyrën procesin e punës që ka psikologu, kështu që në rastet që mund të ketë ndodhur kjo gjë, unë nuk di personalisht,
por të ketë ndodhur, por edhe tek Këshilli i Etikës kanë ardhur për situata të ndryshme, po jo pikërisht për këtë. Ta bëra këtë pyetje se duke qenë se jemi gjatë gjithë kohës me njerëz rrethuar, edhe kur ne kemi përballë njerëz që realisht kanë nevojë, nuk kanë nevojë fare për ilaç, por kanë nevojë të shkojnë tek psikologu edhe të marrin një trajtim më të mirë shpirtëror edhe mendor. Një nga gjërat që thonë është pse do shkoj unë te psikologu, po sikur psikologu mos mbaj sekretin tim, dhe besoj kjo vjen dhe për shkak mungesës informacionit, Jam shumë se jo gjithë sa kemi ne njerëz në Shqipëri që kanë realisht nevojë të jenë pranë psikologut, edhe ndoshta nuk kanë ato hallin ose problemin që ato kanë krijuar në mendjen e tyre, se mendojnë njëherë hallet dhe problemet i krijojmë ne vetë në mendjen tonë, Sa shumë i krijojmë. Edhe me përqindje pastaj në 80 e pak përqind të atyre që ne krijojmë në mendjen tonë apo frikrave që kemi nuk ndodhin asnjëherë. Dhe me që jemi te frikrat, unë duke qenë se të ndjek, kam parë që ke bërë një postim në rrjetin tënd në Instagram dhe ke thënë një njeri ka mesatarisht rreth 60.000 mendime në ditë dhe 80% të tyre janë negative. Pse i ndrodh trurit të njeriut kjo? Pse na ndodh ne kjo gjë? Sepse është pjesa e overthinking që e themi ne, të menduarit të shumt, dhe pjesa ku do fokusohemi. Dhe ne përgjithsisht kemi këtë tendencën e negatives dhe pastaj fillon që në mëngjes që ne ngrihemi. Nëse ti ngrihesh edhe thua, bobo, unë kam për të bërë këtë punë, bobo, do shkoj deri në Elbasan, bobo, dhe vazhdon. Ai gjithë deri në darkë, bobo, po sikur të ndodhi kjo, po sikur të ndodhi ajo. Po ndërkohë nëse ti hap syt në mëngjes dhe thua sa ditë e bukur sot dhe sa bukur unë do shijoj rrugën, që realisht e shijova, po do vetë do shijoj edhe bisedën, edhe është fat që njerëzit më respektojnë duke më marrë në intervistë, është fat që njerëzit më dëgjojnë. Është fat që të kemi o Flora, shumë fat që të kemi. Është fat edhe për mua që e marr këtë vlerësim mbrapsh. Se nëse unë nuk do ta merrja, atëherë unë jam asnjë gjë përpara vetes time. Nuk kam vlerë unë nëse këta njerëzit nuk e duan këtë vlerën time. Është e gjitha, është një ndërthurje. Çfarë duhet bëjnë njerëzit që këtë përqindjen e madhe të negativitetit që mendojnë ta kthejnë në pozitivitet? Domethënë dy teknika po them unë, që ti do t'ja e para që ne harojmë është frymarrja. Ne marrim frym dhe nuk i kushtojmë asnjëherë vëmendje, apo marr frym apo jo. Kjo ndodh vetëm kur jemi në ankth, kur jemi në ankth, po merret fryma. Vetëm atëherë kujtohem në për këtë pjesë. Dhe frymarrja nuk ka lidhje vetëm thjesht se ne do mbijetojmë. Është proces i pavullnetshëm, pra ne nuk mendohemi kur marrim frym, po në momentin kur ne fillojmë atë mendimin negativ, atëherë ankorohemi dhe kthehemi te vetja. Kthehemi të marrim frym dhe të shikojmë që jemi gjallë, që jemi mirë. Aty themi një vetëm stop, thjesht fjalën stop te mendja jon, kthehemi te vetja dhe është shumë e thjeshtë pastaj që ti të rinisesh me diçka tjetër. Pra me një mendim tjetër. Ne nuk e ndalojmë, është si një rrjedh e një lumi shumë të fuqishëm, pra që ne nuk i vëmë as prit, nuk përpiqemi që mos ta lëmë të lumin të rrjedhë dhe ti iki kështu për degëzimet e veta. Po kjo nuk bëhet në momentin kur fillojnë këto mendimet. Ky është një proces shumë i gjatë. Pra tham, është një proces që kërkon pak vëmendje, se po të themi fjalën punë, do na trembi sërish, po pak dashuri për veten. Dhe nëse ti dikujt i thua që po t'ishte kjo situatë, çfarë do t'i thoshe këtij individi ti? Jo, do t'i thoshe që mos të shqetësohe, do t'i thosha këtë, do të thënë ti për personin që ke përballë do kujdeseshe. Atëherë imagjinoje kur je me veten tënde që ky është ai individi që ti kujdesesh, është ai individi që ti do, është ai individi që ti je për kushtimin tënd. Dhe në përgjithësi, njerëzit e ndjeshëm kujdesen më shumë për të tjerë se sa për vetë. Edhe pastaj lëndon kur nuk e marrin atë kujdesin. Se unë kujdes për Anisën. Po ku isha unë, Anisa nuk erdhi asnjëherë për mua. Po, dhe e përjetojmë. Por duhet gjithmonë të presim ne, duhet gjithmonë atë që japim ta marrim mbrapsht.
Sepse mendoj që nëse do ndodhte kështu të paktën në perceptimin tim, do ishim gjithkohon të lënduar, do ishim gjithkohon në depresion, do ishim gjithkohon keq. Është ajo pjesa që ti e bën dhe po e bën për Anisën, sepse unë dua që kur të jem dhe unë keq, Anisa të vi për mua, apo ti po bën sepse ke compassion, ke dhimbësuri, ke dashuri, dhe ti këtë do ta jepje për këdo në këtë botë, edhe për një njeri që do shikoje aty në rrugë, të panjohur, dhe do jepje. Edhe përsëri me research thuhet që në momentin kur ne japim, përfiton personi që merr, përfitoj shumë emocionalisht, edhe në nivel hormonal, të kënaqësisë të gjitha, dhe unë që jap, por më e bukura, kohët e fundit e kam vërtetuar që dhe personat të cilët po shikojnë një marrëdhënie shumë të mirë mes ne të dyjave, përfitojnë dhe pala e tretë. E kuptoni tani se sa shpejt mund të përhapet kjo gjë e bukur e qenies njerëzore, se ne shikojmë që përhapet vetëm e keqja, sepse ne po japim më shumë vëmendje. Dhe predispozohen më shumë. Dhe vlerësojmë atë pjesë, siç unë do kthehem prapë tek ata meshkujt. Ne shikojmë vetëm atë pjesën negative. Jo, unë kam vendosur që të shikoj edhe këtë pjesën e bukur. Të gjithë njerëzit. Lëndohem pafund, por vazhdoj. Edhe me shmathek të fundit lëndohem pafund, se zakonisht është krijuar një perceptim i tillë. Kryesisht për gjithë njerëzit që kanë një profesion caktuar, sidomos doktorët, mjekët, psikiatrët, psikologët, dhe mendoj që kur ti shkon te ata, është si ai muri që ti mund t'i bie sa të duash edhe nuk shëmbet. Është e vërtet kjo? Atëherë, në momentin që unë jam në zyrë dhe i bie kësaj fort, unë jam ai muri që nuk shëmbem. Kur jam në zyrë. Por kur unë dal jashtë, unë i kam shëmbur ata muret, se s'mund të jetoj çdo ditë të lume të Zotit me mure. Unë kur të dal të pi kafen jashtë tani me ju, unë nuk jam më fleura profesionistja. Unë jam fleura që ka nevojë për njerëzit. Unë jam fleura që dua të komunikoj. Jam fleura e cila e do qenie njerëzore. Atëherë të ri gjithkohon me këto muret si kalaja juaj që kemi përballë. Kështu që kjo është pjesa. Në Shqipëri, rastet nuk kanë qenë të pakta kur çiftet për hir të dashurisë kanë kryer krime pasioni. Jemi të sigur që kanë kryer për hir të dashurisë? Po, për hir se kanë thënë unë e kam vrarë se e kam dashur, unë e kam bërë këtë sepse e kam dashur, ose unë e kam vrarë se më ka tradhtuar dhe unë e kam dashur shumë. Një njeri që të doja. E di çfarë dua të më thuash, e para njëherë pse ndodh kjo, dhe e dyta një mesazh ose një frenim që njerëzit mund t'ja bëjnë vetes tyre dhe të kuptojnë që jo gjithçka që mund ta kemi do ta kemi përjetësisht, dhe jo gjithçka që kemi përballë mund ta posedojmë dhe është e jona. Domethënë më pëlqen shumë kjo shpreha që po përdor Anis, që ta kemi dhe ta kemi përjetësisht edhe ta posedojmë. Ne nuk posedojmë dot asnjë, dhe kjo është shumë e vërtetë. Por do thosha për njerëzit të cilët flasin emër të dashurisë. Ti dhe kur do një lule shumë, shkon, e prek, i merer, dhe pastaj tutesh, thonë veriorët, që edhe ta këpusësh, edhe ta marrësh, edhe ta vendosësh te vazoja që ti ke në shtëpi, sepse është pjesa e egoizmit që unë ta kem vetëm për vete. Pra, ti kur do e ke zemrën shumë të madhe, por personat të cilët lëndohen aq shumë, këtu është pjesa pastaj që unë lëndohem se të dua shumë, por kemi kaluar ca kufi që ti ke dhënë veten për atë personin tjetër. Pra, je shkrir, nuk ke më vete. Prandaj unë rikthehem tek kjo pjesa që ti ja individi, ke personalitetin tënd, ke psiqikën tënde, ke dëshirat e tua. Këto krimet e pasionit që ndodhin kryesisht nga njerëz të cilët kanë probleme të theksuara në... Po, patjetër që ka një problem. Unë nuk mund të flas konkretisht se cili është problemi, sepse çdo individ është unik,
por aty kemi diçka me të cilën nuk është punuar. Çfarë ndodh trurit njeriu? Domethënë se jemi këtu te kjo pjesa tradhtisë dhe shqiptarët desin flasin çik për tradhtim, për dashurinë, kështu. Çfarë janë këto tema kështu i kanë qejf domethënë në tërësi, domethënë në përgjithësi. Pse ndodh, domethënë, çfarë i ndodh trurit njerëzve që arrin deri në ato ekstreme? Humbet objekti i dashurisë. Pra, nëse ky individ unë ekzistoj nëpërmjet këtij individi, pra ky individ është objekti i dashurisë i ekzistencës time. Në moment që mua më merr dikush tjetër, unë ngelem bosh. Domethënë e kanalizojnë të gjithë rëndësinë e jetës tyre vetëm te një person i vetëm. Pra nuk ekzistojnë më. Pastaj hyn te çrregullimet dhe ato çrregullime pastaj hyn te pjesa e psikiatrisë, por nuk do thosha, pra nuk do të kalojmë deri atje. Dhe duhet jemi të ndërgjegjshëm që edhe me veten tonë duhet jemi në alert, pra që edhe unë se po bëhem shumë xheloze, duhet të flas me një profesionist, se kjo xhelozi nuk është në normalitet. Unë nga natyra nuk jam i tillë, pse po më ndodh mua kjo gjë. Plus që kemi persona të tjerë që unë nëse shqiptarët kanë qef të flasin për dashurinë dhe për tradhtinë, unë kam shumë qef të flas për narcisin, sepse kemi qenë në një mundje të dyja. Për këtë pjesë, sepse edhe nëse ti nuk je ky personi që tradhton apo xhelozon, ke hapur dyert, pra i ke hequr ato muret që unë thash, edhe ke lënë portën hapur, dhe ke lejuar që ky personi të hy, po ky personi është në atë vorbullën e vet, që ne nuk e gjejmë dot asnjëherë mendjen se si është. Dhe ty, kur shikon që je mirë me veten tënde, fillon dhe të gëric, fillon dhe të bën qëllimisht jesh xheloz, fillon edhe të bën që të mos kesh vetvlerësim të vetja. Për arsyet, një mirë arsye, pra ti nuk ke në kontroll se çfarë edhe si mund të sillet personi tjetër. Ti mundesh të kontrollosh vetëm veten tënde. Prandaj dhe investimi më i madh është te vetja. Do thosha edhe për njerëzit që besojnë në Zot, te vetja dhe te Zoti, ose do thosha të kundërt, te Zoti dhe tek vetja. Por për të respektuar të gjithë njerëzit, po flas në këtë këndvështrim. Pra, nuk mundesh asnjëherë çfarëdo lloj mburoja është të vështi, janë ngritur kala mira shekuj për të mbrojtur, po edhe kalaja më e fortë dikur ka rënë, është shëmbur. Prandaj ti e ke brenda atë besimin. Do më thuash tre tipare të njerëzve narcist edhe delirant. Do më thënë, si njerëzit që na dëgjojnë tani, si mund të dallojnë një narcist, një person që është narcist dhe e kanë përballë dhe nuk e dallojnë. Kush janë tre tipare që mund ta evidentojnë? E para, këta persona janë pa emocion, që do të thotë, ti nuk e shpjegon dot, por ti e ndjen që kur flasim bashk, pra ti nuk mundesh të më japësh emocion dhe as nuk merr emocion. Ti kur përqafosh me këta individ, ai personi të përqafojnë, pra jemi në rregull në këtu, deri te përqafimi, po ti nuk e ndjen, atë ka diçka që e ndalon. Dhe këta persona t'i japim do kemi shumë parasysh në fillim dhe sidomos 6 muajt e parë. Ti je mbi qell dhe thua qa fati kam pasur unë që kam takuar këtë individin, qoftë në marrëdhënie personale, qoftë profesionale, në jetën e përditshme, dhe pastaj pas 6 muajsh një ditë të bukur ty të vjen një bombë që ti nuk e pret. Edhe ti thua, po jo, dhe gjithë kohës ti përpiqesh, ti që je empatiku. Ti përpiqesh që këtë individin ta justifikosh dhe të thuash që se unë nuk kam bërë asnjë gjë keq. Dhe do kemi parasysh, këta individ do shkojnë dhe do takohen gjithmonë me njerëz që kanë emocion, sepse atë janë duke kërkuar. Prandaj kemi ato përplasjet e nda. Dhe individët, se themi gjithmonë këta, po dhe individët që janë empatik. Këta janë pa kufi për të marrë, por nga ana tjetër, edhe ne jemi pa kufi për të dhënë dhe ne marrim vlerë kur japim. Prandaj bëhet kjo tango perfekte. Kështu që edhe ne duhet të punojmë që të vendosim kufit
dhe t'i japim pa u lënduar, po edhe nëse nuk e marrim brapsh, të dim se si të reagojmë. Narcisit dhe deliranti janë gati njësoj? Jo, kemi, mund të kemi element, por delir është diçka tjetër që hyn te psikiatria. Mund të ketë element aty, po. Njerëzit që ne i shohim, për shembull, kryesisht ku diun politikanët, po e filloj nga politikanët, me që ata i ndeshim edhe më shumë edhe në Shqipëri njerëzit kanë vërtet që flasin që për politikën dhe kurse marrin vesh prap flasin për politikën. Ose njerëzit që marrin një post të caktuar, pse zakonisht kur rriten në detyrë, marrin një post më të lartë se që mund të kemë patur, ose që mund të vinë nga hiçi dhe marrin një post. Kush është kategoria njerëzve që kalojnë në delir, kur kanë një gjë që nuk e kanë patur dhe e marrin dhe i duket sikur janë të pushtetshëm në ato momente? Ata të delirin nuk e krijojnë në atë moment, gjithmonë e kanë pasur. E kanë të fshehur tua. Por ajo quhet pjesa pastaj që ti i ke arritur vetë përmbushjen. Edhe është kjo vetë kënaqësia që shfaqet ku njerëzit mund të jenë në pozicione të tilla, po jo se ju krijohet aty. Se ndodh, ne i kemi parë, ndeshëm me çdo ditë. Për shembull, ti mund të shkosh, po marr shembull, mund të shkosh në institucion dhe ti je një drejtor i institucioni i cili është vënë aty për të shërbyer ty me shërbimet që ofron institucioni, dhe ndërkohë ti ke gjithë të drejtat e botës si qytetar, taksa pagues, që të marrësh shërbimet që i ofron institucioni, dhe kur përballesh me personin që është drejtuesi, ndeshesh me një personazh i cili atë delirin e ka në pa kufi, domethënë nuk ka një kufi deri ku i shkon deliri. Dhe unë për këto personazhe e kam fjalën. Këta personazhe, edhe më fal se po ndërpres, edhe e bëjnë kryesisht këta që janë më të paditur, sa ata që janë të ditur, mendoj unë arrin edhe ta ndajnë një farë limiti me vete, nëse s'jam gabim. Duhet të shikojmë gjenezën. Këta individ përse kërkojnë të bëhen drejtar, për të shërbyer apo për të marrë. Dhe në këtë moment nuk po flasim për çështje financiare, po i lë jashtë, nuk është fare në kontekstin tim. Por po flasim në çështje vëmendje, përmbushje e egos, vendosja e një pushteti, sepse ti kur ke pushtet, ke edhe shumë benefite të tjera, pra ti mundesh të kesh çfarë të duash, por mbi të gjitha pastaj do thosha plotësimi, përmbushja e egos që ka vuajtur deri në atë kohë, edhe vetëvlerësimi, i rritet patjetër vetëvlerësimi, duke qenë në atë pozicion. I rritet vetëvlerësimi, po ndodhet në brenda vetes, jo nga të tjerë. Po pra, se këto marrin, ajo që kam vëre unë se këta personazhe marrin një goditje shumë të madhe, të cilën ata e përjetojnë, besoj, shumë emocionalisht. Momentin që kanë pasur një post drejtues dhe ka qenë në qendër të vëmendjes, e njerëzit i kanë thirrë siç kanë qef këta shefi o drejtori, ku e di unë. Dhe momenti që këta zbresin nga i froni në thonjza, këta janë kështu, sikur i ka goditur njëri në të gjitha aspektet e jetës tyre. Rrallë janë ato personazhe që sigurisht ka, nuk duhet i përgjithsojmë. Që tërhiqen dhe vazhdojnë jetën e tyre. Që tërhiqen, vazhdojnë jetën e tyre, janë të plotësuar, kanë çfarë të bëjnë, kanë angazhime të tjera, ndërsa kjo pjesa tjetër që e ka këtë delirin të pakufishëm, momentin kur zbret nga froni, e ka shumë të vështirë, besoj unë, të përballet me realitetin pastaj. Ti çfarë do thosha për këta njerëzit? Këtë pushtet që e kanë arritur dhe kanë zbritur dhe po e vuajnë, ky proces për ata është bekim. Është bekim sepse fillojnë dhe kuptojnë se cila është e vërteta. Rikthehen te vetja, i gjen veten? Te vetja dhe marrin një shkundje dhe të kuptojnë se cilët kanë pasur vërtet afër, dhe cilët janë njerëzit më të besuar të tyre, sepse edhe ti je aty drejtor, ka pesh se ti do mbash përgjegjësi. Se unë personalisht e kam shumë vështirë ta bëja, po nuk dua që ta bëj, nuk e kam dëshirë për ta bërë, se do mbash pesha të tjera. Kështu që të kthehem tek ta, do thosha që ky mund të jetë një nga proceset më të bukura të jetës së tyre, nëse këta njerëz
do din ta vlerësojnë, të qëndrojnë me atë ngjarje që u ka ndodhur dhe të rinë të kuptojnë se çfarë dhurate kanë marrë, çfarë kanë mësuar nga kjo gjë. Se ty mund të kesh edhe luksin të jesh për shumë gjatë, edhe të kesh ca gjëra të tjera në jetë, por këtë dhuratën tjetër të kuptosh se sa të duan, sa të vlerësojnë, se kush je ti në të vërtetë, se çfarë vlere ke ti për vetë dhe për të tjerët, ti e mëson vetëm në situata të tilla. Hipnoza, të pathënat dhe sekretet e saj. Çfarë duhet të dim ne për hipnozën dhe sa e vlefshme është për qenie njerëzore që të përfshihet në një proces të tillë? E para që do thosha, është njerëzit nuk e kuptojnë që mund të jenë gjatë gjithë kohës në hipnozë. Dhe njerëzit mendojnë, po, ka një teori tjetër që thotë, është një libër Trans People's Lives, dhe aty thuhet që duhet të shkojmë te hipnoterapisti për të dalë nga hipnoza, jo për të futur në hipnozë. Dhe ne jemi nga mëngjesi deri në darkë, jemi me mediat, jemi me ato që na serviren, jemi me ato që dëgjojmë, jemi me situata që na tërheqin vëmendjen dhe na përfshin aq shumë. Për shembull, unë personalisht e kam shumë frikë këtë pjesë, sepse di që është pjesa e hipnozës, e di që është procesi i saj. Ne dim, njerëzit din vetëm faktin që unë se mbaj gjithmonë me vete këtë, edhe do hymë dhe do tundet kjo ora, edhe ti do shikosh të dhe do futesh në hipnozë. Tani, që jemi këtu, mundet ta kemi një shpjegim, shpjegohet kjo? Kjo është medalioni im. Është medalioni? Po, është medalioni i Shën Benediktit, edhe është i dhuruar nga motrat karmelitane, që është niveli më i lartë i spiritualizmit në katolicizëm dhe është për mua. Por meqense ka atë orën, formën e orës, to që mban ti në duar të personifikojnë ty dhe lidhen me ty, apo është diçka që mund ta marrë kushdo? Mund ta marrë kushdo. Absolutisht, të gjitha që kam veshur unë. Po. Mund të ketë kushdo. Se si kanë personalizuar edhe janë të mia, ky është një proces shumë privat, shumë personal. Po gjithkush unë këto i kam blerë ose mi kanë dhuruar. Pjesë e hipnozës time, që mund të thosha. Edhe këto janë mbrojtjet e mia spirituale. Dhe të kthejmë prapë te hipnoza dhe janë të lidhura të dyja, hipnoza dhe spiritualiteti, ne dim shumë pak për këtë pjesë. Ne dim që vetëm mbyllim syt me hipnozën, do futemi në një botë, bobo do na nxjerrin ato gjëra që ne nuk i kemi thënë kurrë, ose do takohemi me demonet apo do takohem ku diun me jashtëtoksor, e dini që ka në ditët e sotme edhe procese që unë do hy kaq thellë nëpërmjet hipnozës, edhe unë do kaloj në dimensione të tjera. Ka shumë të tilla që unë do bëja thirrje njerëzve, ju lutem, të jeni shumë të kujdesshëm për këtë pjesë. Se ti nuk e di se si mund të kalosh nga një gjendje në një gjendje tjetër, emocionale, shpirtërore dhe mendore. Dhe njerëzit e marrin si për fan, e marrin si për kënaqësi, e marrin si për kuriozitet, por me gjendjet e pavetdijshme, ne të gjithë duhet jemi të kujdesshëm. Dhe hipnozën unë e përdor për trajtim, hipnozën e përdor me audio, që ti mund të dëgjosh shumë mirë një audio të hipnozës, e përgatitur nga një profesionist, hipnoterapist klinik, sepse e di shumë mirë që edhe një fjalë të caktuar që ka vendosur aty tek ai skripti ose tek ajo që ti audio që ti po lexon, ka një vlerë të caktuar. Dhe ju lutem, në gjithë këto kanalet e YouTube-it që ne dëgjojmë, mund të dëgjojmë çdo gjë, haj po përdorim dhe këtë dhe diçka tjetër. Po ti nuk e di asnjëherë se çfarë po të implementon në të pavetdijshmen tënde. Kjo është pjesa e hipnozës. Pastaj nuk bëhet hipnoza, thash, me syt mbyllur. Hipnoza është me syt hapur. Dhe një profesionist shumë i sofistikuar e kupton shumë mirë momentin se si po operon personi tjetër. Dhe ata që bëhen dy profesionist në këto fusha, pastaj kalojnë në një përplasje tjetër, që është përplasja spirituale. Por është
too much për të folur sot. Ka shumë faza. Po. Ka faza të kjo është pastaj që nëse unë investoj të kjo pjesë dhe ti investon, atëherë ne të dyja shikojmë se si mundemi të operojmë njëra tjetrën. Apo shkon bota drejt shpirtërores, drejt pjesës besimit, drejt jetës më parshme? Atëherë, personat që besojnë në Zot, normalisht që nuk besojnë te jetët e mparshme. Kjo është a priori, pra për këta persona. Kjo kategori. Pastaj kalojmë te personat e tjerë, të cilët nuk besojnë në Zot, por besojnë në jetët e mëparshme. Edhe që një nga këto teknika është hipnoza regresive, që ne mund të kthehemi mbrapsht, mund të kthehemi para 2 vjetësh, mund të kthehemi 5 vjeç, mund të kthehemi në barkun e nënës, ose mund të kthehemi dhe në jetët e shkuara. Por asnjë prej këtyre jetëve as nuk pranohet, as nuk hidhet poshtë, pra ti nuk e vërteton dot që kjo ka ekzistuar. Dhe aty kemi frikën se mund të ngatrohemi pastaj me gjithë fantazitë tona, sepse nuk e dim se çfarë do dali. Dhe mund të më thuash pastaj që se ne të dyja në jetën e shkuar kemi qenë, jemi zënë, jemi vrarë, prandaj dhe ne nuk funksionojmë në këtë jetë. Edhe fillon pastaj historia, ndërkohë që ne kemi detyrë morale si qenie njerëzore që të jetojmë këtu tani, në këtë moment, në këtë jetë që kemi. Pastaj çka ka kaluar dhe çka do vi nuk na takon. Po kur njerëzit futen shumë në këtë botë shpirtërore, sa gjasa ka të rrezikojnë që të shkëputen nga realiteti, nga jeta? Atëherë do thosha spirituale, dhe spirituale shpirtërore, po jo kur ti merresh me veten tënde, kurse me pjesën spirituale njerëzit duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Edhe unë këtu do ta them me zë të lartë, ju lutem, shikoni se ku do shkoni, çfarë do bëni dhe me kë do punoni, sepse kam pacient të cilët kanë ardhur dhe nuk e din se ku janë më. Kanë hyrë, mund të kenë pasur fantazi që nuk kanë qenë shumë të këndshme për ta, kanë qenë vetëm dhe janë trembur, janë shokuar, asnjë nuk ndodh. Okej. Ti thjesht atë ditë nuk je shumë mirë me veten tënde, nuk e di se çfarë procesi ka ndodhur më përpara, ti hyn edhe trembesh. Por ka procese të tjera që janë të frikshme dhe realisht janë të frikshme. Unë personalisht, për shembull, nuk jam, ose mendoj unë, që nuk jam gati njerëz që mund të qëndroj në një vend. Edhe, ja, do të marr një rast. Unë jam njëri që më pëlqen shumë të kujdesem për veten, edhe sidomos mendërisht, edhe pjesën fizike, se besoj duhet jemi mirë nga brenda që të reflektohemi dhe nga jashtë. Janë të dyja, duhet jenë në që të kenë harmoni. Dhe një gjë që po i thoja trajnerit tim atje ku stërvitemi, tha, shiko, se më tha Anisa për problemet që ti ke qoftë me pjesën e kurizit e tjerë, mirë që të bësh edhe pak pilates, ti kombinosh klasat me pilates, dhe unë i thash, dëgjoj, unë energjin edhe ato që dua e marr pas një stërvitje të fortë. Domethënë pasi unë të kem djersitur dhe të kem shliruar të gjithë atë çfarë unë kam mbledhur gjatë ditës, unë aty e marr kënaqësinë. Unë të bërit pilates nuk e marr kënaqësinë, pasi dal nga klasa pilatesit, nuk e marr kënaqësinë. Ta bëra këtë shpjegim duke u nisur nga vetja për të na kuptuar dhe ata që na dëgjojnë, që pse është e vështirë për disa njerëz ta bëjnë këtë lloj procesi ose të jenë në këtë lloj qetësie. Anisa, çfarë të pëlqen më shumë në natyrë? Gjithçka që shoh në natyrë. Qelli, dielli, pemët, rruga ku eci, mënyra se si e kam procesin e frymarrjes gjatë kohës që mund të vrapoj ose të bëj atë ecjen time të shpejtë. Kështu që ajo ma jep atë ndjesinë e relaksit që unë dua. Edhe pjesa e librave, domethënë, mendoj që kam gjetur veten ndoshta në gjëra të tjera, ose dhe se kam provuar dhe se ti. Ky është procesi i hipnozës tënde. Unë sapo të bëra pyetje. Dhe ti fillove më tregove, pa e ditur unë, më tregove se çfarë të pëlqen, te rruga, te frymarrja, tek qelli, te dielli, tek pemët. Ky është procesi jot i meditimit. Dhe ky është më i miri.
as unë dhe askush do tjetër nuk mundet të përcaktojnë për ty. Secili prej nesh e gjen pjesën meditative dhe mindful, pra t'jem këtu dhe tani, në mënyrën e vetë, sepse ti mund ta marrësh energjinë në mënyra krejt të ndryshme. Dhe ne nuk mund të themi që të gjithë do ulen, do mbyllin syt e do meditojnë në këtë mënyrë. Ti mund të meditosh edhe me syt hapur. Ti je në gjendje meditative edhe kur lexon. Ti je në gjendje meditative edhe kur përhumbesh ndonjëherë që nuk duhet të ndodhi, kur jep makinës. Ti je në gjendje meditative edhe në procesin më të bukur, intim, kur ti je me partnerin që dëshiron, kur të dy janë të lëshuar pa mburoja, janë të lëshuar në atë proces aq hyjnor, aq të bukur. Është sërish proces meditativ dhe mindful. Pra, jemi aty për njëri tjetrin. Do të bëj edhe një pyetje tjetër të fundit dhe pastaj do kalojmë pak te libri yt. Ti ke botuar shumë libra, por ky është i fundit, kështu që do kalojmë në fund fare te libri yt, se dua të bëj një pyetje. Pse ndodh që kur ne takojmë njerëz dhe japim dorën, kur e takojmë për herë të parë flas, ajo njerëz që ne ndeshemi çdo ditë, që se kemi parë kur, e takojmë dhe themi, o sa energji e mirë, domethënë duket sikur ti ke një 10 vite që e ke takuar dhe ke qëndruar me atë person, dhe ke njerëz të cilët ti i takon, dhe do t'ikësh me vrap dhe thua, aman, a kalon do t'ky 1 minutë që i shpejt se nuk po duroj do t'ma. Pse ndodh kjo? Sepse të parët janë ata të cilët janë në proces pastrimi. Dhe ti e ndjen, pra shpirti i qenies njerëzore dhe gjithë qenia jonë e kupton, e percepton, e ndjen. Po. Që ky person është dhe pjesa e dritës, është dhe pjesa e kësaj energjisë së bukur, është dhe pjesa e energjisë së dashurisë, që do të japi dhe të mirëpret edhe kur t'i jep dorën. Dhe ketë disa njerëz të tjerë, pastaj që ose duan të dominojnë, ose ketë sa të tjerë që t'i japin vetëm majat e gishtave dhe ti kupton që ky individi mezi po takohet me ty dhe nuk do të japi asgjë. E merr atë sinjalin. E merr sinjalin dhe këto janë kode të pashkruara të qenia njerëzore. Dhe këtu hyn ajo pastaj pjesa spirituale. Çfarë ndodh me ne njerëzit kur dikush i panjohur në vend na jep dorën afrohet dhe na përqafon? Ja, për shembull do t'rregojmë rastin që me që njerëzit po na dëgjojnë, kur ti erdhe, unë u afrova dhe të përqafova. Unë nuk e bëj me këdo, por unë mendoj që e kam çështje atë pjesën e energjisë shumë të lartë dhe atë vibe-in ose atë perceptimin për t'i kuptuar njerëzit apo energjinë e tyre e ndjej direkt. Edhe kur erdhe në korridor, nuk pata fare ndjesinë që unë duhet të t'jap dorën, por unë pata ndjesinë që unë duhet ta përqafoj pak fleurën. Po sikur të thosha, ne kishe ndjesinë që të lëshohesh atë fleura, pse nuk vritesh? Dhe ne të dyja nuk ishim takuar, domethënë me dhënie dorë, ishte hera e parë. Edhe është ajo pjesa që askush nga ne të dyja nuk ka një qëllim të fshehur pas kësaj. Po. Pra, ne jemi për një qëllim të përbashkët këtu. Nuk kemi nevojë për dominancë. Nuk kemi nevojë për të treguar se kush është më e mirë, e kush është më e bukur, e kush është më e pëlqyer. Ne të dyja jemi këtu për të shërbyer, dhe kur flas për të shërbyer, ti e kupton, sepse ne jemi në shërbim të njerëzve. Dhe normalisht që në raste të tilla çdo gjë do rrjedhë bukur. Tani, gjurmët e padukshme të frikës. Ne folëm goxha për frikën, edhe pyetja e parë ishte shqiptarët nga se kanë frikë. Do më thuash, para se të bëj një 2 pyetje në lidhje me librin, do më thuash sa të predispozuar janë njerëzit që kur shkojnë në një librari të blenë libra të cilat në thelb të tyre kanë pjesën e mendjes, shpirtit edhe të kuptuarit veten për së brendshme.
kur shkoj zakonisht shqiptar në librari, pëlqej më shumë blen romane me fund të lumtur dhe një proces dashurie që ka zgjatur, luftra, apo tani ka ndryshuar dhe njerëzit janë kthyer këtyre librave? Unë besoj shumë që njerëzit më shumë se çdo herë tjetër tani po kuptojnë vlerën e shëndetit me dorë. Pra, vlerën e të qenurit mirë, se kur ti je mirë me veten tënde, do jesh mirë edhe me gjithë njerëzit e tjerë. Dhe këtë e tregoi panajeri i librit. Libri nuk ishte, domethënë ka dalë në mëngjes, aty e përfunduam dhe atë ditë është hapur panajeri. Nuk është bërë asnjë promocion, vetëm atë ditën e parë që u hap panajeri dhe aty njerëzit kanë shkuar dhe e kanë marrë dhe e kanë bler me dëshirë për të kuptuar brangthin, sepse librin unë nuk e kam bërë në pjesën psikiatrike, por në pjesën që do t'i shërbej çdo kujt, pra edhe njerëzve më të zakonshëm. Aty ti ke teknika se si të marrësh frymën dhe të kthesh te vetja, ke teknika se si ti jesh mindful pa u hyrë në atë procesin e mbylljes së syve, por jo vetëm kaq. Duke parë se si po vjen shoqëria, që një pjesë e mirë ndoshta nuk e kanë kohën pa gjykuar, nuk kanë as mundësinë për ta marrë dhe për të ulur për të lexuar, por janë vendosur dhe 4 audio, ti skanon dhe dëgjon audiot, po i ke brenda në libër. Se duhet ta them, unë kam për herë të parë librin në dorë dhe jam shumë e lumtur se do ta marr kështu me dedikim. Patjetër. Me shumë dashuri dhe përkushtim. Ta kem gjithmonë dhe ta lexoj. Kështu që sa herë të kesh nevojë për të qenë me qetësinë tënde, apo ndoshta edhe për të bërë një gjumë shumë të mirë, ti vendos kufjet, i dëgjon, edhe fler gjumë, që do të thotë një gjumë, se të gjithë flem gjumë, po një gjumë të mirë. Pra, te pavetdijshmja jote janë hedhur mendime dhe fjalë të cilat do të ndihmojnë ty që këto të përpunohen gjatë natës dhe në mëngjes ti të zgjohesh më mirë, më këndshëm dhe më i sigurt me veten tënde. E gjithë libri është formë e hipnozës së shkruar. Pra që kur fillon i dashur lexues, është një letër për lexuesin. Pa e letra nuk është thjesht një letër që po dërgoj njerëzve. Ajo është një skript hipnotik. Pra ti kur lexon, hyn në gjendjen hipnotike. Pra fillon dhe mbaron me këtë proces. Dhe duke e lexuar, ti fillon dhe relaksohesh. Përkundrejt faktit pastaj që kemi raste të njerëzve që kemi marrë leje, është konfidencialiteti i ruajtur totalisht, kanë dhënë fjalë se si e kanë përjetuar anktin, se si e kanë përjetuar frikën. Se unë mund të them nga të mijat, por secili ka atë pjesën unike të vet. Gjatë kohës që po më shpjegoj në lidhje me librin, më mbeti vëmendja te pjesa që shpjegove për procesin e gjumit. Ndodh që më ndodh dhe mua, sepse unë dua të jem shumë e vërtet dhe sinqert, jo më kot kur kam ndërtuar podcastin, kam thënë unë dua t'i vi njerëzve vërtet ashtu siç unë jam, siç njerëzit duan ta njohin Anisën, por kam përshtypjen që përgjithësi kur ne jemi pak njerëz publik, ata njerëz që na ndjekin duan edhe të na ndjejnë afër, të ndjehemi gati njësoj me ta. Unë gjatë kohës që shtrihem për të fjetur, mendoj që jam e mbi ngarkuar ose super overthinking them unë, që nuk jam gati se sa e vë kokën jastëk, mua më zë gjumi, nuk ndodh kjo. Domethënë, mua vazhdon dhe më punon truri 1 orë, edhe ndoshta edhe më shumë, edhe ka raste që mund edhe të zjom natën, jo sepse unë ndjej që kam një ankth apo një frikë, një gjë që më shqetëson. Unë edhe nëse kam një agent pune nesër, që jam njëri shumë korrekt në tërsinë time, unë mendoj çfarë bëra sot ose gjërat që do bëj nesër, domethënë e kam procesin e fjetjes, më merr goxha kohë deri kur më zë gjumi. Nisa nga vetja për të më dhënë një shpjegim se pse i ndodh një, pse ka njerëz që sa vë kokën jastëk i zë gjumi dhe pjesa tjetër që janë duan 1 orë, 2 orë të futen brenda procesit. Sa kohë
përpara gjumit e lë atë telefonin. Pa, domethënë nuk e prek më. Tani që të tregojmë shumë e sinqert, fare nuk e lë shumë kohë para gjumit, mos them që edhe para se të shtrihem krevat e marr telefonin, sepse kjo është një gjë të cilën unë jam e vetëdijshme që është gabim, po pse ndodh sepse shumicën e punëve dhe gjërave ne i kemi në telefon. Dhe unë përpiqem duke qenë se çdo gjë e kam rreth telefonit, realisht përpiqem gjatë ditës ose gjatë momenteve kur mundem që ta spostoj dhe të them që shikon, nuk më duhet, më mirë po lexoj një libër, më mirë po shoh diçka tjetër, ose më mirë po bëj diçka tjetër që ta heq mendin nga telefoni. Por është gati e pamundur, duke qenë se ne jetojmë edhe në epokën digjitale, Fleora, është gati e pamundur që unë ta bëj këtë, lidhur dhe me punët e mia. Atëherë, më shpjegove shumë bukur që ti aty ke punën. Atëherë, kur shkon në krevat, ti shkon bashkë me punën. Po, atëherë, dhe në momentin kur ti shkon bashkë me punën, truri jot po përgatitet për të fjetur apo për përgatitet për punën. Dhe truri nuk di ta bëj dallimin që ti je te krevati për të fjetur apo je karigja e punës. Pra qko, sa ti e ke lidhur dhe ke bërë këtë asociacion me telefonin, kam punën, e merr, vazhdon, truri do filloj dhe do procesoj, do jetë shumë alert, do filloj do krijimtarin, po për këtë proces dhe pastaj vazhdon ajo linja. Prandaj minimalisht nuk po të them një orë, se nuk e bëj as vet, po një gjysmë ore. Dhe unë flesh shumë herët si individ. Po, edhe unë maksimumi në orën 10:30 jam në gjumë. E respektoj këtë proces. Gjysmë ore, unë kam meditimin tim. Dhe kjo ndodh vetëm shumë rrallë që të mos e bëj kur jam e detyruar që të jem diku por ky është procesi që unë ul aktivitetin e trurit tim. Dhe nga research që është bërë, mendohet që femrat duhet të flenë akoma më shumë se sa meshkujt. Po, e kam lexuar këtë. Sepse truri funksionon në shumë tasks, pra në shumë punë në të njëjtën kohë, që është dhurat për trurin e femrave, por kërkon akoma dhe më shumë qetësi. Prandaj pa bërë këtë, ne nuk mundemi. Dhe shumica e njerëzve sot po thonë që gjumi po na lodh, se nuk po flem, po ti nuk bën asnjë gjë për ta stimuluar. Që flen dhe zgjon të lodhur. Jo vetëm kaq, po nuk i zë gjumi. Dhe ndërkohë që ti los me lojrat, ke punën, ke komunikim me njerëz, bën biseda që mund të kesh debate në telefon, të shkruan dikush, që trisin depresionin e ankit, dhe adrenalinën, stresin, dhe ti mund të shikosh shumë që të ka shkruar dikush, po të kesh atë kufirin tënd, deri në çfarë ore do t'i përgjigjesh ti njerëzve. Dhe si mundesh ndryshe ta mbrosh veten tënde, ta mbrosh pse qikën tënde dhe trurin, se gjithçka tjetër i kemi bërë operacion, po deri tek psiqika, jo të trurit për ndërhyrje, por për psiqikën, dhe për shpirtin është një proces që duhet shumë kujdes. Unë do përpiqem që të vej në zbatim, domethënë nga sot e tutje, edhe pse mendoj, edhe nuk jam aq e mirë sa e them gjë, nuk e praktikoj aq fort, por mendoj që kam arritur në një proces që i kam ndarë gjërat dhe kam vendosur ca limite. Unë vërtet fle herët, ashtu si edhe ti e the, përpiqem që 10:30 unë të kem fjetur, sepse kur ka ndodhur që unë kam fjetur, ka kaluar 12, procesi im i gjumit ka qenë shumë i vështirë, domethënë ka qenë gati i pamundur për ta bërë këtë gjë. Nëse do të qëndrosh gjithë jetën kaq e bukur sa e sot, fli edhe në orën 9:30. Po, do përpiqem, po e kam çik pamundur. Është e vështirë, po jo e pamundur, do ta bëj. Në librin tënd, të cilën unë thjesht kam marrë ca informacione shumë të shkurtra, sepse
Kur të ftoj në një intervistë tjetër, do të ftoj kur ta kam lexuar këtë librin ose kur edhe të kem lexuar libra të tjerë. Mati tani publikisht do t'ja fjalën që do vi të një nga ato trajnimet që ti bën, të cilat kam qenë e ftuar nga mikesha tona të përbashkëta, por për shkak të mos qëndrimit tim këtu, për ato ditët kur ti ke qenë, unë s'e kam patur të mundur të vi. Edhe kur kam mbaruar ai retriti që ju keni bërë, më ka thënë ose jemi kënaqur, do të thënë të gjitha. Retritin e kemi tani, kemi në maj. Në maj, okay. Edhe do të marrësh masat që tani, sepse do kishim shumë dëshirë që të kishim njerëz me të cilët kemi të njëjtën vibe dhe njerëz të cilët duan të rriten. Unë do ta bëj booking që tani, se me sa di unë në agendën time diçka nuk është në maj, kështu që jemi okay. Dua të ndalemi para se ta mbyllim tek një pyetje e fundit. Çfarë këshillash do t'i jepte Fleura dëgjuesve edhe shikuesve në lidhje me ankthin? Kush janë 3 metodat më efikase që njerëzit duhet të përdorin për të luftuar ankthin? Në ditët e sotme ne do ta shikojmë ankthin si diçka të mirë, pra që ne po na zgjon dhe po na tërheq vëmendjen që të kthehemi te vetja, sepse në shumicën e rasteve pra ankthi është kur është një presion shumë i madh dhe ne kalojmë në disociacion, pra mendojmë dhe kemi frikë për të ardhmen se çfarë do të na ndodhi. Atëherë në momentin që mundet edhe ataku panikut na shkundi, kjo do të thotë është koha që ti të kthehesh te vetja, të kujdesesh më shumë për veten. E dyta, të duash akoma më shumë dhe këtu fillon dashuria tash njerëzit që besojnë në Zot, te vetja dhe tek njerëzit që kemi përreth, dhe nuk është klishe që mos e duhet të duam. Dashuria është një emocion dhe është një vibrim që ty të ngre në një lartësi tjetër emocionale, shpirtërore dhe mendore. Dhe nëse je në këtë nivel, atëherë dhe ankthi fillon dhe zbehet dhe ti nuk ke më atë frikën se çfarë do ndodhi për të ardhmen. Dhe e treta dhe shumë e bukur është kontakti me natyrën. Sa më shumë kontakt me natyrën, me miq të mirë dhe me frymarrje me shumë oksigjen, do t'i ishte një nga ato momentet ku ankthi ikën me vrap, sepse zëncohet me diçka tjetër me më shumë vlerë. A na shëron më shumë dashuria se ilaçet, për çka kanë më shumë nevojë njerëzit? Absolutisht që po, në themel të gjithçkaje, pra kur ne nuk jemi mirë, është mungesa e dashurisë. Dhe të gjithë thellë po të gërmojnë të vetja e tyre, frikrat, vetbesimin, atë inatin, frikën nga refuzimi, gjitha këto në thelb, atje te ajo rrënja e pemës së fuqishmja, është mungesa e dashurisë ose frika se nuk do ta kesh më. Cili do ishte mesazhi i fundit që Fleura do donte ta ndante në këtë episod podcastit në Bahiti Podcast? Për gjithë ata që dëgjojnë, cili është një mesazh që ti do t'ia japësh të gjithë njerëzve? Do thosha kohët e fundit kam arritur në atë pjesën që të pranojmë veten edhe të tjerët kështu siç jemi. Se në momentin që ne pranojmë dhe pranohemi, atëherë të gjitha ato elementët e mbrojtjes kanë rënë dhe ne përjetojmë vetëm pjesën më të bukur të qenies njerëzore, që është padyshim dashuria. Fleura, shumë faleminderit, ishte një kënaqësi e veçantë për mua. Unë mendoj që ti ndave sot receta shërimit të mendjes dhe të shpirtit shumë pak, sepse ajo që ti jep është shumë herë më e madhe, edhe uroj që gjithë ata që do ta dëgjojnë podcastin të kenë arritur edhe të kenë marrë atë energjinë e mirë që ti e përcjell vetëm me prezencën tënde, edhe pastaj me pjesën e të folurit diçka plus, padyshim. Dhe uroj të kemi gjithmonë në për studio televizive dhe në për vende ku ti t'jesh afër mendjes dhe shpirtit të njerëzve dhe të bësh këtë gjë që ti di të bësh më mirë. Edhe unë premtoj që do
përpiqem shumë që këtë gjë unë ta vazhdoj pra derisa do mundem. Dhe do thosha një gjë tjetër sot që kam diskutuar me vajzat në zyrë. Po diskutojmë dhe kemi marrë një nisëm. Edhe nëse do mundesh ti do na ndihmosh. Një herë në muaj ne do shkojmë vullnetarisht me prezencën time diku ku unë mund të jap vlerë dhe ku njerëzit do duan. Kushdo që të ketë dëshirë do shkoj. Shumë nismë e bukur. Unë për krah dhe madje jam e gatshme që t'i bashkohem për të evidentuar vërtet vendet e njerëzit ku ka nevojë që ti t'jesh, sepse të vi fleura falas në sensin Po nuk do të terapi, do të një grup njerëzish që kanë nevojë. Një grup njerëzish që realisht kanë nevojë. Dhe unë mendoj që do kemi pafund grupe njerëzish të cilët do kërkojnë të kenë një orë me fleurën për të marrë ato receta të cilat të gjithë në fund të ditës na duhen edhe na nevojiten. Se mendoj kur kemi atë qetësinë shpirtërore dhe atë mendjen e paqt, jemi në atë pikën që mund të themi, okay, ne jemi të lumtur. Lumturia mendoj nuk ka një kufi dhe një përcaktim se deri kur njeriu mund të jetë i lumtur, se njeriu si qenie njerëzore gjithmonë në kërkim të lumturisë dhe vetes ti, por që let arrim të paktën nëpërmjet njerëzve si ti që japin këto receta fantastike për të qetësuar shpirtin edhe mendjen. Dhe atëherë, meqense ti ishe edhe rodhi vet, kjo gjë ishe gati, do doja që ta nisja me një shtëpi pleq. Po. Sepse mua më ka rritur gjyshja, e cila nuk jeton, dhe ka qenë nga njerëzit që mua më ka frymzuar për gjithçka, dhe pastaj familja ime, por në emër të saj dhe në emër të gjyshes time tjetër që e kam gjatë dhe është 98 vjeçe, por ajo ka luksin që të jetë dhe të jetoj shumë bukur dhe shumë këndshëm. Kështu që do kisha shumë dëshirë ta ofroja edhe për njerëz të tjerë. Unë besoj se do ta realizojmë, kështu që edhe ata që na dëgjojnë, të cilët kanë sugjerimet e tyre edhe duan që fleura të shkojë qoftë një orë në një vend për një grup njerëzish që kanë nevojë për këto receta, na shkruani fleurës vet në rrjetet e saj sociale, të cilat i ka shumë aktive, shkruani te Bajiti Podcast. Faleminderit shumë që ishit me ne dhe shihemi në puntatën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.